E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin për të sjellur pranë jush lajmet më të fundit që kanë të bëjnë rreth Big Brother VIP Kosova. Të gjithë sy e vesh se kush është banori që do të bëhet sonte pjesë e spektaklit më të madh Big Brother VIP Kosova. Reality show më i ndjekur në vend, Big Brother VIP Kosova po vazhdon dhe duket se vazhdon fuqishëm me dinamikat e spektaklit sonte, të cilat do të marrin një kthes krejtësisht të re. Raportohet se në shtëpinë më të famshme në vend pritet të hyjë një figurë mjaft e njohur në skenën ndërkombëtare të stilimit. Fjala është për frizerin me namin global Ludo Lee, i cili prej vitesh jeton dhe punon në Zvicër, ndërsa njihet për bashkëpunimet e tij me yjet të Hollywoodit dhe personalitete të showbizit të botëror. Bëhet fjalë se Ludo do të jetë banori i cili sonte do të bëhet pjesë e kastit të Big Brother. Ajo që në fakt mua pak më befason, është fakti se banorët këtë vit nuk është se zgjidhen për intuitën, për zgjuarsinë, për shkatësinë, më së shumti sa zgjidhen për fenomenin e nga ku vjen, nga çfarë zone vije, nga çfarë mentaliteti vije, etj. Do të thënë nuk është se ka banor intelekt, por do ta shohim në qoftë se është lajmi vërtet, do të thënë lajmi qarkullon gjithandej, është një burim brenda televizionit Klan, që do të thënë është siguruar si lajm brenda produksionit të Big Brotherit, siç duket Olsa Muhameti dëshiron ndoshta nëpërmjet personazheve të cilët edhe nuk janë shqiptar të krijon një lidhje brenda asaj dashurie që në fakt e shoh më së shumti të rrezikuar Bia Khalifa në aspektin e rrezikimit, sepse nuk mund ta quajmë rrezikim, por në aspektin e rrezikimit, domethënë është kjo në fakt që po ndodhen në Big Brother. Si e komentoni ju këtë hyrje sonte, si do të pritet nga banorët dhe çfarë ndryshimi në fakt mund të sjellë brenda asaj shtëpie, sepse në qoftë se nuk ka dinamik, atëherë pse duhet një hyrje e re e këtill?